Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, falenderimet I përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhikri, përmendja Allahut te baraka wa taala, është prej ibadeteve, prej adhurimeve më madhështore, prej adhurimeve më të mëdhaja që mund të ekzistojnë, për shkak se aty përmendet më I madhërishmi, krijuesi I gjithësisë. Madje Allahu I madhëruar shumë prej adhurimeve apo adhurimet I ka ligjësuar për përmendjen e tij. Pra namazin Allah I madhëruar e ka ligjësuar për ta përmendur Allahun e madhëruar, siç thot për shembull në surën Taha, I thot Musait alayhis salam: "Wa aqimis salata li dhikri", fale namazin që të më përmendësh mua. Domethënë falja namazit, arsyeja kryesore kush është? Për ta përmend Allahun te baraka wa taala. Pra kur ti e fal namazin 5 herë në ditë, ti e kujton Allahun dhe e përmend Allahun shpesh dhe nuk e harron atë dhe nuk hutohesh mas jetës së kësaj bote. Po ashtu edhe për haxhin kur të cek Allahu te baraka wa taala thot përmendeni Allahun te baraka wa taala. Dhe në shumë ajete të tjera Allahu I madhëruar na ka nxitur që ta përmendim atë, pra të madhërishmin Allahun subhanahu wa taala. Prandaj një besimtar dhe besimtare duhet ta përmend sa më shumë Allahun te baraka wa taala. Nëse sheh një besimtar dhe besimtare që nuk e përmendin shumë Allahun te baraka wa taala, por në gojën e tyre, në gjuhën e tyre ri shpesh dynjaja dhe çfarë kanë të prej gjërave materiale të kësaj bote dhe të tjera, dije se ai është shumë larg Allahut te baraka wa taala, sepse besimtarit nuk I takon apo nuk I përshtatet, nuk I shkon një besimtari dhe besimtare të mos ta përmend Allahun te baraka wa taala. Po ashtu besimtari duhet të di se me dhikrin ai largohet nga rangu I munafikëve. Pra e largon këtë cilësi të munafikëve. Allahu I madhëruar kur e cek munafikët thot: "Wala yadhkuruna Allaha illa qalila", thot, dhe munafikët nuk e përmendin Allahun vetëm se pak. Në momentin që ti nuk e përmend Allahun, atëherë ti ngjason me munafikët, me dy fytyrëshat. Apo po e përmend Allahun vetëm pak, ngjason me munafikët. Kur ti e përmend shumë, del domethënë nga ky rrezik dhe domethënë spastrohesh nga kjo cilësi domethënë e keqe që e kanë shumë prej besimtarëve sot për shkak se nuk e përmendin Allahun te baraka wa taala, dhe kjo është cilësi shumë e urryer tek Allahu te baraka wa taala, mos me përmend Allahun shumë, ndërkohë që Allahu të ka krijuar, të ka begatuar, Allah I madhëruar të ka dhënë shëndet, të ka dhënë gjithë atë mirë. E përse mos me përmend atë subhanahu wa taala. Prandaj ne duhet kemi shumë prej atyre që bëjnë dhikr Allahut te baraka wa taala. Pra të jemi shumë dhikrbërës apo të jemi shumë përmendës në Allahut te baraka wa taala në mënyrë që Allahu të na doj dhe në mënyrë që Allahu I madhëruar të na përmend Allahu tek ata që janë tek ai, pra tek me lajket. Pra sepse Allahu I madhëruar thot: "Fadhkuruni adhkurkum", thot më përmendni mua që unë ju përmend juve. E po të përmendi Allahu, padyshim se ke fituar të mira si në këtë botë edhe në botën tjetër. Lut Allahun e madhëruar të na bëj për atyre që e përmendin Allahun shumë. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.